rock'n'rolli pse është I rëndësishëm, pse sot ka njerëz pak. Që ashtu si në përplot intervistat mia, për pas rast, fatkeqësisht unë e konsideroj respekt madh për jashtimeve të vogla. Mirë po tu fillu prej politikës, që është plotësisht e rustikalizuar, e folklorizuar, po frikona që dhe shoqënia jonë është shumë e folklorizuar, edhe është e infektuar deri në palc. Unë nuk kam kurrë duhet me dallu muzikën folklorike dhe muzikën rock'n'roll. Natyrisht që nuk e du as rock'n'rollizimin e shoqënisë kosovare. Megjithatë, si kulturën vetë që është, mirë po nuk e du edhe folklorizimin e jetës. Që kjo është indikacioni ma I keq se fundi në sallat kemi plot çfarë. Edhe kurdo që të paraqitemi nuk e kemi atë hall, nuk e kemi atë brendë. Mirë po, rock'n'rolli si folklor internacional, thotë se cili ka folklorin e vet. Jo pse unë jam kundër folklorit shqiptar, po ne kemi rock'n'rollin që është folklor internacional. Do thonë na lidh diçka. Rock'n'rolli është vetë protesta. Rock'n'rolli është flamuri I demokracisë. Qysh prej viteve të 50-ta, qysh prej kohës së Bodillit edhe Bill Haley, të Çpiksit, apo inovatorët e atij rock'n'rolli 12 edhe 16 taktsh. Chuck Berry, koha të Fistigenit, edhe ajo periudha në përgjithësi e rock'n'rollit, rockabilly, viteve të 50-ta, është I takon asaj forme të argëtimit, pasi që rock'n'rolli ka rrojt në blues. Edhe rockerat kanë gone për salla të ndryshme, pak ma të mbyllta kjo kohë, edhe sikurse edhe jazzistat. Mirë po, me kohën e Beatlesomanisë. Atëre, na kemi të bëjmë me një aspekt të masifizimit rock'n'rollit, u kalohet prej kësaj forme të argëtimit dhe të performimit në sallat mëdha. Jo rastisht I përmena këto rrethana, sepse, falim, rock'n'rolli pra fiton një përmas tjetër, një dimenzion tjetër. Dhe në një stadion për shembull, në një shesh, ose në një hapësim të madhe, ku kemi të bëjmë me qinda mija njerëz, kur me një tinfyt, me një diaforam, me një frymarrje, pra këndohet refreni I një këngë, ku në atë refren shprehet një protest, shprehet një rebelizëm, shprehet një revolt, kemi të bëjmë me publikun, ku për herë të parë publikun na paraqitet si palë aktive. Edhe krejt një rock koncert, ku kulmon me 15-17 gusht me Woodstockun e parë, ku I kemi mbi 400.000 njerëz për 3 ditë, rock festivalet edhe rock koncertet pra e fitojnë atë kuptimin e një rituali urban, e një ceremonie urbane, nuk është më veç një manifestim I thjesht. Ajo është dhe shkas është ai aspekti I muzikor. Mirë po megjithatë, masa turma aq e madhe, pra e jap dimensionin e ritualit apo ceremonisë urbane, që nuk e kemi pas më parë. Mirë po, natyrisht rock'n'rolli edhe sot, edhe më herët ka përjetuar kriza në shtë. Krizat e rock'n'rollit kemi pasën me, edhe ku fillon ajo protesta drejt për drejt, përveç me rockerët e parë që I kemi, me James Patrick Morrison, me Dorsat, madje edhe me grupe tjera, këtu kemi të bëjmë edhe me punku, ku edhe punku gjatë mesit të 70-tave është si shpëtimtar. Pra ku pas atij infarktit miokardit, kushtimisht do thonë që e përjeton rock'n'rolli, punku del ajo me plot tekste, me plot rebelizëm. Aty kemi natyrisht një front shumë të madh me Klesha, me Stranglers dhe me grupe tjera. Mirë po, krijimi I minatorit nuk ka qenë shumë I favorshëm në kuptim të rrethana, për shkak se veç fundin e 70-ta kur krijohet fillimin e 80-tave kemi të bëjmë edhe me atë periudhën e hipizmit, përfundimit të asaj periudhe të hipizmit, ku krejt organizatorët edhe ideatorët e asaj rryme, pra kalojnë dhe shndrohen në establishment. Merren me bizniset ndryshme, me punë ndryshme. E kemi aspektin tjetër fundi I 80-tave, sidomos kulmon me muzikën e Bee Geesave, madje me disco rockun, kemi punk rockun, kemi me Didi Jackson, kemi me Amy Stewart, me Donna Summer si mretnesha e disco rockut, ku nuk ka qenë shumë e favorshme. Atëherë kemi edhe fazën e New Wave.
Do të faza e nivëllit kjo përfaqësues tipik I kemi në ato polisat dhe stingut, sidomos me alumin sincronicity. Çka do? Atëherë kemi edhe një heavy group, heavy boogie group AC/DC. Ku është pak ka diçka në kuptim të atij originaliteti absolut që thojmë na muzicient, ku është me një ngjyrë edhe me forma të këngëve autentike. Mirë po, në këtë formë nuk kemi pas shumë protestë në rock and roll, që rock and roll jo vetë protesta. Mirë po, atëherë fillon gjatë viteve të 80-ta. Viteve të 80-ta kemi sidomos përfaqësues si nuk po duhet të bëjmë shumë me fotografi, e kemi grupin YouTube. Grupin YouTube sidomos me albumin e parë Oktober edhe me këngën e famshme të tyre Sunday Bloody Sunday. Do të thonë ka qenë një pamflet politik. E kemi pa ashtu edhe disa muzicianë tjerë, mirë po ajo që kam qenë me e përmend, edhe më ra pak më shkurt po mundona me montazhin. Ne kemi edhe Bruce Springsteen, një mret I pakurorzuar me rock and roll. Sidomos me albumin dhe këngën Bardse të albumit Born in USA. Born in USA nëse marrë me këshyrën bukfalisht, nuk është kënga anti-amerikane, ose nëse e shohim për një kadi tjetër, mund të jetë këngë pro-amerikane, mirë po kundër regjimit. Mirë po ajo çka mu për shembull, te protesta dhe te long play tina, te LP-ja, faqja Ballina, kemi të bëjmë për Bruce Springsteen është para flamurit të madh amerikan, mirë po ajo që çdo herë na ka shtimë kemi pas dilema, është se gjithë dorën e majt edhe me shpinë I fotografuar, edhe ka flamuri, dorën e majt e ka pasur pak më përpara. Çdo herë kalon një dilemë. Respekt për juve prezantini, a është të urinuar njëri apo është vetë spontanisht është ajo dorë. Ne po të marr parasysh kemi të bëjmë me dizajnera të famshëm, me fotografë të famshëm, ato ka vini shumë pak të mundshme. Mirë po. Ku është problemi te përmbylli që të sikëll? Fola e bona një kronologji. Thash, as Bonavoxi, as Age, as Springsteeni, as Dylani për shembull, në atë kohë që nuk dashta shumë me unal edhe me një dhënë dimension politik, ndoshta gjatë bisedës këtu I përfolëm, sidomos që është kambion në kohë të protestës, mirë po që kemi të bëjmë në vitin 1965 fillimin e luftës në Vietnam. Ku I kemi këngët e tina për shembull Senior edhe Hard Rain, janë pamfleta kështu, është vetë mlepi, vetë protesta. Mirë po, pse erdha deri këtu? Edhe për me dalin në protestën tonë, dhe më thonë Shqipe, sepse këta autorë të famshëm, që janë ka pa numër, nuk janë kundër shtetit tyne, po janë kundër politikave të saktuar me shtetit. Mirë po, në fillimin e të 80-ta, kur na si me minatorin, si grupi maj cenzurum, nuk kemi pas prezencë mediale, nuk kemi pas prezencë shumë televizion, shumë herë kemi shku dhe nuk na ka lënë studio me hy. Arsjetimi ka qenë se tekstet e minatorit zgjojnë aluzionin kohën e satme. Edhe ka qenë që ju me pyetje dhe me çapo dijun. Në herë kur kemi hyrë në studio ose kemi pas ndaj prezencë mediale jemi gëzu. Mirë po për çata minatori rastisht ka 2700 koncerte dhe 9 albuma. Se vetëm medium që na kanë lënë koncerte. Veç ato s'kan mujt me na fshehë. Pse kemi që përmendin çdo intervistë kemi një numër enorm koncerte. Se na nuk I kemi pas televizionin dhe radion. Ka ndodhë kasë herë këtë një kohë, temë në koncertë, mirë po, na kemi protestu kundër një shteti, të cilin nuk e kemi zgjedhë na me jetu atë shtetë, s'na ka vetë kërkush. Pra që kjo dalimi, dhe me thonë, se kemi rock'n'rollin, përëndim, ata nuk kemi kundër shtetit dhe, mirë po, në 80-ta jemi kundër. Mirë po, sot kemi ardhën, vje fjallë, edhe mas lufte, ku protestohet kundër disa dukurive devijante që janë shoshnin tonë, mirë po që na shtetin tonë nuk e shojmë tash. Këtu përkufizime duhet me kanë bagi precize. Edhe jo kështu me kalu për një kufin tjetër, për një materien tjetër, për një qasje, për një aspekti kuptim të sensibilitetit, me ngatru. Mirë po, të 80-tat ka qenë na kemi protestu kundër. Kemi fillu me babaj më punëtor, vitin 1983, nuk e di nëse unë I këmbo ja 30 minuta kësi do kollazhe veç.
S'ka nevojë nga shtami. S'po di që është e vlerëson. Unë veç kështu sa për informacione ku kanë bërë, disa janë 20-30 minuta azi. Është teksti parë antikomunist, na 70 rajon, nuk po du me u bodisi. Dhe mirë po, në 83-ën edhe me 2 kanë tjera zhduket ai tekst. Për mu rinë që zonë 86-ën, 87-ën në variantin e kastrum, nëse më i me thonë që. Atëre vazhdojmë me një këngë tjetër, është Prishtina. Para ndërtesës si me këndohet rock'n'roll e fshinë të lodhër për rëpysin, a e deni kur është bërë para ndërtesës si ti me luat futbol gjënatë, fshinë e dalin, protestojnë, ne vazhdojmë si për në fillim vinë vrejtjet dhe fjallë nga katët e larta, pasaj se grojnë telefona, vinë shokët në të katërta, në mëllën policia. A e dini, a e një në mërë, a e dini sa është ora, shkoni shpejt shtëpit e juja, se ju qëjmë poshtë sa ora. Kjo është varianti që kam ve. Mirë po cenzura ato që e ka prej për shamë. Pjesën më të mirë tekstit, i tërë qyteti jemi nga që më për të gjitha. Nuk dorojmë, nuk lejojmë asken bi kokatora. Nuk duham iluzione, s'duham fjallë të kota, duha të esim si të gjithë, duha të esim ka esën bota. I tërë qyteti jemi nga që më për të gjitha, nuk lejojmë asken bi kokatora, nuk lejojmë, nuk durojmë dhe në fundet të shkojmë. Kjo është Prishtina e jonë Kosovë. Në thonë, këtë kemi pasën edhe atë po ashtu, atë me njërë drejt për drejt me cenzurë. Natyrisht aja kongë nuk e qu shumë, mirë për dhe pse konga ka qenë e cenzuruar, e krejon, e shitume. Kemi të bëjmë me një kongë tjetër me një Coca-Cola. Coca-Cola është një kongë që po ashtu rebeliste, ajo që atë imponohet, dhe me thonë të atë uniformimin e merdit shqiptarë, edhe kongën kërë këmë shkru veç prej reklamave ditore që i këmë pa në televizion. Mjaftë me ato këshilla ju s'me duhen mua më një jetë të ajetoja ashtu si di dhe si dua. Edhe atëherë kemi edhe kohën kërë po konga e invazionit të Rusë ndaj Afganistanit. Nëse tash, kjo është një kontekst krejt tjetër politik edhe kohor, për atë kohë ka qenë, në më dhanën të jeni forë si Tarzani për një qaj Afganistanit. Këtu, edhe një prej slogane që nashta përdal pak jashtë të dikës, për përkom që e më dikë në mund plike, se sa diune, dikën me 100.000 euro jenë marrë për shkak që ati slogani, do një të jetoni gjatë mos pini duan Hanimola. Dhe më thonë, mos pini duan Hanimola slogani kongës. Shumë organizatorë që qytetarë kanë fitu pare me këta, me këtë slogan. Dhe më thonë, kjo ka qenë edhe pjesë e asaj konge. Atëre me startohet me më vjetë shaj, më vjetë shaj. Dhe kemi me është mandej konga të dua sa Kosovë, një e dini nuk e kom për shritë, është himnë një kohë që e ilustron një disponim kolektiv tonë që kemi pas. Mirë pa edhe me qka kurman është kongë lefi. I lodhër jam me diktaturë, me ata si në Berlin që ndërtojnë mujë, i lodhër jam me këshillat e tatit, edhe nga pushtetit për regjinariatit, i lodhër jam me traumat rinisa me ata që rrahin, vrasin, shajnë, gojnë e kanë plot demokraci. I lodhër jam nga dashuria me teket e sajnë nga histeria. Sa pluma prodhohen për krye banori, sa ka rrogën të rominatori. Keni dëgjuar për një qëdi që ndodhe në një vend, si një i vdekur shkojnë parlament bashkë me gjallë. Jo rasisht e thash. Në ato ditë, do më thonë, ato javë, e kemi pasën kur fillon regjimi Macedon, do më thonë, Jugoslav në atë kohë, se prap ka qenë në RSFJ, Nureddini del para rrethojave, para murit për kufizus, të borit tina, edhe me eskavator e mysin ato. E atë kufo e marrin e qojnë para kuvendit Macedon. Në nëmë kjo është një fotografim pashtu edhe e asaj situate, dhe më ku të vdekunin e marrin edhe e qojnë para parlamentet, dhe më thonë këni që dëgjuar një që di që ndohë një njërë. Dhe zi me mua që bëk në da diçka në fetë, po më ngulfat më bije një tërë e me vijet të shaj dhe kënë nga ime më bëjnë maj. Ka tekst hala shumë. Ajo për qa përdu me ilustru. Tekstet kanë që kena bëhune edhe mikoj më faj limani, më thonë si ideator këto, edhe pse unë sot përfullin vetën e partë ashtë, për arsye që ma i drejt për drejt me juve kështu. Atëherë kemi vazhdohet me i urej maqorat me qizme. E kemi bëni kam për shpiuna. I urej fjallit që kumbojnë, tërën, merën që e shpjegojnë, ata që flasin dhe kur gjë nuk thonë, vetëm për të haruar vetën të përlyrë dhe të ndyrë, dhe për të vërtetën pasqyrë për të atyre. Amande është na këta referat i dojnë reptur, na kemi pasën në pjesën parlare,
ku është në formë megafonit. Mirë se vini në qytetin tim kontinent. Mirë se vini në këtë qytet ku çdo i ardhur s'është i mirë të ardhur. Mirë se vini edhe ju që i fusni duart në xhepa deri në pryla. I kërkoni iluzionet tuaja të ndyte, e kërkoni fytyrën tuaj dhe të harruar vetën të përlyrë dhe të ndyrë. Për të vërtetën pasqyrë për ta thyrë. Kemi vazhdo... Që për me është gajt? Nisë një harru, që në po vjen mirë ka pak, se... E këtë më rame nuk e thamë, po ashtë është një kongë për shpëngulje, fatkeshtësisht ajo kongë është edhe sot aktualit, mirë po ajo e ka një referencë pak ma gjatë gore për kohë Skënderbeut të kënej, një det i madh në ndarë. Ajo është ma e bukur që më përshkë. Faleminderit. Kaluan kohë e ne kur okupam, një pyllë herë në ndarë, kaluan mote e bashkur nuk u bëmë. Në ndodhë Sicilia, Amerikë, e shtrati lamë për zjarin nuk u fikë. Të vdekur shkuam se shpirtin këto e lamë, botën të meruam, por të mrame nuk e tha. Mbrëm kampani ndër të keqë shtëpisi bilte zjarë dhe tymë, dhe çdo herë mendoj në për këngat e të hymë. Si e pa me thuaj a qajnë, kur kujtohen moj motërën i natë. Si është, a me pret aje që dua në gjuma më thret. Dhe tonë është të kemi pak me një ndërlidhëm edhe e kemi gëshëtu pak me elementet të dashurisë. Nemi ka ma dhe kongën Amerika, mos haro Evropë edhe Brezil. Nëse më blenë një vishë dhe pak një me nëse nuk e dina shaj a gjova zhetona mos haro Evropë dhe Brezil. Mos haro Evropë isha nalë në 2 segmente dhe shumë shkurt për mënona. Në ishte vitit 87 kur i shkuaj 19 ju kujtohet mirë e dinin ndodhi frizerinë ma parë Berlinin, betën fëmijët e hedhur në rrugë pa adresë dhe të arruar si djalli mallkuar. Dhe sërish tytat u drejtuan ka ne ku është fundi kësaj loje çka do të bëhet me ne. Europë faleminderit për ato rezoduta, për përkrahje dhe vizita të shkurtra përse heshkur me hyrjen e fajin tënd e paguaj me gjak.